Çka po ndodh me Aleancën për shqiptarët? A do të ndahet tash në tre fraksione që do të luftojnë të treja në mënyrë paralele dhe ku shkojnë shqiptarët në këtë periudhë? Bashkë do të flasim në Pik Podcast me zotin Taravari. Zoti Taravari, ku shkojnë shqiptarët dhe ku shkon Aleanca sot? Ky është një moment shumë i rëndësishëm për shqiptarët. I shihni zhvillimet e fundit, janë shumë interesante, po edhe shqetësuese për shqiptarët, prandaj duhet të jemi me kokat të kthjellta dhe të lëvizim me vëmendje dhe me racionalitet. Shkurt edhe një pyetje, kush fiton dhe kush humb nga gjithë kjo? Unë. Në përgjithësi, përshtypja e përditshme është se shqiptarët janë në situatë shumë të vështirë me këtë qeverisje dhe çdo kush prej nesh që merremi me politikë se paku duhet të ulemi, të mendojmë, të analizojmë edhe të sillim vendime që mbi të gjitha janë të rëndësishme për shqiptarët. Bashk sonte në ora 20 në ora24.tv dhe almakos.com. Pik Podcast me zotrin Arvend Taravari.